aktori shqiptar në serialin Mobland krahas Brosnan and Helen Mirren. Aktori shqiptar Dritan Kastrati do të jetë këtë herë pjesë e serialit Mobland në Paramount Plus, premiera e cilit do të jetë në datën 30 mars. Ai luan pranë aktorëve të njohur si Helen Mirren, Tom Hardy, Pierce Brosnan e tjerë. Karriera e Dritanit filloi në moshë të re, shumë të re në shkollën e Uglinit të Anglisë në Kent, ai diplomuar në Angli në vitin 2009, u nderua me bursë të fundit të arteve performuese të BBC-s. Gjithashtu Dritani është trajnuar si aktor në disa shkolla private të aktrimit në Britaninë e Madhe. Dritani ka performuar në shumë filma me shumë aktorë të njohur, ai interpretoi si Montano në shfaqjen hit të Frantic Othello. Ai ka luajtur rolin kryesor në filmin Pit Stop Mafia me regji të Famir Koçit e tjerë. Mobland është një serial televiziv dramatik kriminal amerikan krijuar nga Ronald Bennett. Seriali filloi si Donovans, një histori origjinale duke ndjekur familjen Donovan, ndërsa u zhvillua më tej u ripërpunuan me historinë e vet pavarur.